Mirëmbrëma, good evening. Unë do flas anglisht, më vjen sa më kollaj. Many things have already been said about the Jami we have and the Jami that we will have. I guess maybe I was asked to say a few words only because my father and I see quite a few of you here that have been a part of the Jami for over, I guess it's almost now 55, 60 years. The Jami on Annette has served us incredibly well. Weddings, we had the Hojat to come to weddings, marry people, happy occasions. Funerals, not a happy occasion, but a necessity to have the Jami and our Hoja. It has served us well. I was very, very surprised to see the number of people here, pleasantly surprised. Because when we had these gatherings in the 70s, I think the entire Albanian community was maybe a couple hundred people. So already the justification's been well covered by those that spoke before. So why should we do this? Why should we do it now? The answer is actually very simple, because we can. For those of you that do know my family, and there's many of you that do know my family and my father, I lost him about 4 years ago, and we miss him. I miss him dearly. For me, in part, it will be in his honor and his dedication over the decades to the Jamina community, but also for my children and hopefully their children as they grow up in our community here in Toronto, the Albanian community, Canadian Albanian community, because we're both. So for me, it actually feels really, really good to be here. Honestly, it does. And I hope everyone reaches down deep to make it happen and make it happen quick. These chances come once in a lifetime, and this is the time. Thank you. Përshëndetje, ndoshta nuk ka nevojë për prezantim, po prap jam Ismet Mirena, edhe du t'i bashkangjitem. Çka e bën interesant këtu është agakën e kemi qam, unë jam nga Kosova. Kështu që jemi lidh nga jugu dhe veriu. Nuk du t'ju marrë kohë shumë, po prap du t'a tham ato përse na kanë ftu këtu, se kemi një histori interesante, se për herë parë, kur jemi arë këtu si refugjat, Xhamia ka qenë një shtëpi e jona, ku jemi një rahat. Jemi një rahat se aty u kanë Shqip. Unë për veti, kur kom arë këtu 18 vjeqar, kom jetu një kohë në Kiçiner, edhe e kom lutë Zotin a mund të atakoj një njeri të thetë Shqip. Edhe mas 3 java, 4 java, kom taku për herë parë Shqiptar. Ka qenë një farë Shqiptari nga Macedonia dhe është një histori tjetër, aja, po ishte diçka shumë interesant që të atakosh një Shqiptar që është i vendas me një mënyrë. E Xhamia, çka ka kontribu në vitet kur kemi ardhur këtu, zotëri Agako me familje, ka shtru darkat Bajramit, që kem qenë pjesëtar, edhe qysh për asaj dite, si ka qenë kontribus, në kaloni për shtypje, edhe jemi lidh, kemi bani shoshni, edhe mas 15 vjetë, apo mos ma shumë, erdhë si shok, që ndihmoj në biznes. Nuk mund të besonte që një shqiptar, një refugjat të shkon të blejnë ekuipmente se tash dihet për shka kush është Agako, ju që e njihni, aty që se njihni Agako prezanton kompanin Volvo që shet makineri për construction. Dhe me një mënyrë ja kemi po hajrin. Tek ja kemi po hajrin një shokit që ka u kanë pjesë e Xhamis, unë personalisht do të kontriboj se Xhamia është ma shumë se
vend faltore, kjo që apo dojmë me marrë, ne për në fakt kom qenë edhe në pjesëmarrës në atë objekt e kom vizitu, është një ëndër e jona, që do të na plotëson dëshirat jo për 10 vjet, po për 100 vjet. Derisa ne kemi mujt me jetu me atë objekt ku jemi sot për 60 vite, unë besoj që kjo do të na shtyn për 100 vjet. Siç kanë thonë, dora e lan tjetrën dorë. Kështu që unë personalisht me familjen do të kontribojmë jo 10.000, jo 50.000, po të japim $300.000. Ju kisha lut juve që një orë me një mendim për me dha 5.000 të arrit një atë numër, mos të mbledhni larg, se 4 milion po na u kthej kanë mrapa. Kështu që edhe do të thonë edhe për aty në 300.000 po na u kthej kanë mrapa. Kështu që rritni edhe ju buxhetin, edhe se përndryshe me pak parë nuk kena mujt me mbrikë 10 milionë. Po e shef ku do të thotë, unë para 10 vjetë nuk do ta kisha pas mundësi me po sot këto që abona, po për shkak momenteve dhe për shkak shoqënive, do të thonë, xhamia është ajo që na ka lidhur, që agakën në fakt kanë ndihmu më shumë se ato parë, nëse shkojmë hall po mos të kisha atë lidhje me këtë njeri që rrjedh nga kjo shtëpi. Faleminderit Agako, që entuziazmi juaj, kontributi juaj, do të thonë, nuk do vjen direkt, po indirekt. Atëherë, unë nuk bezjas më shumë, Zoti na ndihmoft, Zoti ju shpërblet gjithëve. Kjo që do të ndodhë sonte nuk do të na përsëritet, kështu që e kemi ymrin edhe jemi këtu sot, që ta lajmë një vule për të ardhmen tjetër, sikur ata të parë që na lanë deri sot, e faleminderit atyne, e gjithë tjerëve pas tyre, gjithë aty në pleqve, tash kur kanë qeni kotri, tani janë bo pleq, edhe gjithë neve këtu që jemi sonte, e inshallah edhe tjetrin herë, edhe ma shumë, që ta mërim këto, ta finalizojmë se i kemi vetëm 60 ditë. Faleminderit.